Institucioni Avokatit të Popullit për pak ditë do të bëhet me zyrë të re. Ky ishte edhe njëri nga rekomandimet që i pati vendosur Komisioni Evropian Kosovës për liberalizimin e vizave. Ministria e Integrimeve Evropiane dhe ajo administratës publike vendosen që kjo zyrë të jetë në objektin e Ish-Bankës së Ljubljanës. Punëve që kanë përfundu këtë javë, fakt javën e kalume, po këtë javë do të përmirësohen disa defekte të vockla, do të thonë pastrimi kryesisht, edhe këtë javë do të bëhet pranim dorëzimi ndërtesës që ka kërkuar avokati i popullit për mu akomodu. Që gjithçka të shkoj përshtat i stafit që do të punoj këtu, sipas rushitit u punua bashkë me personelin e zyrës së Avokatit të Popullit. I plotson kushtet edhe gjithsesi gjithmonë kemi bashkëpunu me zyrën Avokatit të Popullit, gjithsesi personelin e tyre, edhe normali kemi plotsu kushtet që duhet me i pas zyrtarët e institucionit në këtë objekt. E në Ministrinë e Integrimeve Evropiane kanë bërë me dije se ky është kushti parafundit për marrjen e vizave. Këshilltari i lartë në Ministrinë e Integrimeve Evropiane Fisnik Rexhepi i tha Klan Kosovës përmes telefonit se tani po punohet edhe në plotësimin e kushtit tjetër që është demarkacioni me malin e zi. Nuk qëndron vlerësimi se fillimisht ka qenë kriteri për objektin e Avokatit të Popullit dhe pastaj për demarkacionin, sepse dy kriteret janë vendosur në kohë të njëjtë. Sa i përket vëmendjes është e kuptueshme sepse është kriteri vetëm i mbetur, por rëndësia është e njëjtë. Dallimi është se kriteri për Avokatin e Popullit është zbatuar, ndërsa për demarkacionin ende jo. Zyra Avokatit të Popullit do të shfrytëzojë 2 katet e këtij objekti me 1700 metra katror. Renovimi këtyre hapësirave ka kushtuar rreth 250.000 euro.